Censi i popullsisë dhe banesave kanë nxjerrë në pas se myslimanët janë shumicë në vendin tonë, përfshi edhe qytetin e Vlorës. Këtë gjë e konfirmon edhe myftiu i Vlorës, Ardit Hoxhallaku. Ta mund të ketë nga shumë njerëz, mund të vinë nesër ndonjë tjetër dhe mund të thotë që shqiptarët nuk i përkasin asnjëras fe, feja shqiptarët e shqiptaria në thojza dhe mund ta marrin për të vërtet këtë deklaratë shumë njerëz. Por censi është ai që edhe pse ka mangësitë e tija, është ai që tregon. Dhe historikisht ne dimë që komuniteti musliman në Shqipëri është shumicë. Dhe bektashin nuk janë fe në vete. Janë po në çatinë e muslimanëve, por një sekt brenda islamit. Por është procent si ka përfshirë ata tek muslimanët? Është një ndërmarrje, mund të them, dashakeqe, që po tentohet të ndahet komuniteti musliman me komunitetin bektashian. Por këto nuk ndahen dot. Sepse në thelb ata janë musliman. Pavarësisht se kanë ato deviancat e tyre, kur herë i shprehin apo herë edhe i veprojnë. Por në rrënjë ata janë musliman. Dhe kushdo dhe sa do të mundohet t'i ndaj, nuk do të ndahen dot. Myftiu Ardit Hoxhallaku thotë se në Shqipëri ekziston frika e boshatisjes nga të rinjt. Megjithatë, kreu i komunitetit musliman thekson se njerëzit po i kthehen besimit dhe se është rritur numri atyre që frekuentojnë xhamit. Sepse ne shohim sidomos tek të rinjt, tek ata që kanë ngelur këtu. Sepse shumica të rinjve, për fatin e keq, kanë emigruar, janë detyruar të emigrojnë, po vazhdojnë të emigrojnë dhe me sa shohim, me keqardhje e them, kanë frikë se do boshatiset. Por i lutemi Zotit që mos të ndodhë një gjë e tillë. Ka një kthim në besimin në Zot, sepse sa më shumë të mblidhen streset mbi njeriu, pra në jetën e përditshme, njeriu aq më shumë kërkon të prehet diku. Dhe vjen duke kuptuar se prehja shpirtërore nuk mund të jetë asnjëherë tek materialja. Prehja shpirtërore është diçka që duhet të prehesh aty ku nuk duket, pra tek Zoti i gjithësisë, tek ai që ti nuk e sheh. Ajo është ajo që të qetëson dhe të jep kurajën për të vazhduar më tutje. Shpeshherë na vinë njerëz dhe na thonë nuk mundem më. Unë ju sugjeroj gjithmonë, u them, rrini të qetë, pa folur. Vetëm thjesht qetësoni, as mos mendoni. Vetëm thjesht qetësoni. Ku? Në xhami. Diku në një pyll, aq pak sa na kanë ngelur. Aq pak sa na kanë ngelur pa i djegur. Jo pa na u djegur, pa i djegur, sepse po na digjen qëllimisht. Qetësoni sepse në moment që ju qetësoheni, do të lidheni direkt në kontakt me Zotin tuaj, në mënyrën ashtu siç doni ju. Dhe në momentin që ju lidheni me Zotin, ai do t'ju tregojë rrugën se si duhet ta ndjekni. Thot pejgamberi jon, paqja e Zotit qoftë mbi të, nëse në zemrën tuaj një vepër që bëni flen dhe ju jep lumturi, ajo është vepër e mirë. Nëse në zemrën tuaj u jep një bezdisje, pra u shtrëngon në krahëror një vepër e juaja, ajo është vepër e keqe. Hoxhallaku thekson se rinia po kthehet drejt besimit sepse lehtësohet shpirtërisht dhe këtë gjë e cilëson shumë pozitive. Dhe për këtë punë, rinia sot po kthehet drejt besimit sepse sa herë që vjen lehtësohet shpirtërisht. Dhe vazhdon edhe një herë, sikur sot jemi në botën digital, në botën e teknologjisë, shpeshherë kompjuterit apo telefonit apo tabletit i bëjmë një reset. Për ta freskuar, për ta rifreskuar, kështu është edhe njeriu, ka nevojë të freskohet. Edhe ajo është vetëm besimi që e freskon.